Egli Tako, një nga finalistët më të përfolura të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, ka dhënë së fundmi një intervistë në emisionin Portokalli që pritet të transmetohet ditën e diel. Episodi është xhiruar ditën e mërkurë dhe ka ngjallur interes të madh për shkak të pyetjeve që ju drejtuan këngëtares, sidomos atyre që lidhen me jetën e saj private. Egli u pyet për marrëdhënien e saj me Gjestin, me të cilin krijoi një lidhje gjatë qëndrimit në shtëpi. Në një moment me humor, Visianuk Cenaj e pyeti: "A bëre gjë me Gjestin?", ndërsa Egli u përgjigj me një batutë të shkurtër, por domethënëse. U kry çdo send. Lidhur me aludimet në rrjet se ajo ka patur një lidhje romantike me trajnerin e fitnessit Marion, pas disa fotove që kanë qarkulluar, Egli vendosi të sqarojë situatën. "Atje brenda gjithë shokët që kisha mi bët për burra, por edhe jashtë nuk po më lini rehat. Lëri burrat me gratë e tyre në shtëpi dhe mua me këtë burrin në tentativë që kam."